Inuk ka vijuar prishjen e objekteve pa leje në rrugën e Elbasanit në kryeqytet. Dy objekte të tjera pa leje kanë qenë pjesë e prishjes, kur deri më tani janë identifikuar 20 objekte të ndërtuara pa leje dhe janë prishur vetëm 6. Por kur njëri nga pronarët e objektit nuk ka bërë rezistencë, tjetri ka pohuar se është njoftuar vetëm një ditë më parë për prishjen e ndërtesës së saj. Pronarja e shtëpisë së prishur pretendon se ka të gjithë dokumentacionin në rregull, por kjo nuk është marrë fare parasysh nga Inspektoriati Urbanistik Kombëtar. Për këtë arsye kjo pronare ka bërë denoncimin penal për Inukun. Është lajmëruar dje me vendimin, e ka sjell dje vendimin dhe nuk na e ka lënë përsëri në dorë vendimin e prishjes për zotin Adem Kuka. Në një kohë që objekti është që nga viti 1996 në emër të Nurie Kukës dhe figuron i regjistruar në hipotek mbas gjithë dokumentacionit që kam. Dje u kam paraqitur institucionit Inukut dokumentacionin për objektin që është në emër Nurie Kuka, nuk e pranuan as ta shikojnë fare. Vajta në prokurori për bërë kallëzim penal, kam lënë një kallëzim shkresor. Ndërkohë pritet që të prishen dhe 14 objekte të tjera pa leje në rrugën e Elbasanit. Shembja objekteve pa leje në të gjithë vendin është një nisëm e re e qeverisë, e cila së fundmi ka njoftuar shkrirjen e Inuk brenda 30 ditëve dhe kalimin e kompetencave Ministrisë së Brendshme për të parandaluar më tej krimin mjedisor.